O gjendëruar një teleshikues e thotë kështu: kisha një mospajtim me burrin tim dhe jam detyruar të betohem rrejshëm para tij në mënyrë që të kaloj atë mospajtim. Mirë, po pas betimit jam penduar shumë dhe nuk kisha rrugë dalje tjetër. Çfarë të bëj tani për këtë mëkat? Fatkeqësisht do thotë kjo vepër është shumë konsiderohet një nga mëkatet e mëdha. Edhe në gjuhën arabe apo në terminologjinë e shariatit ky lloj betimi quhet yeminul ghamus, që do thot nëse përkthehet do thot është një betim i cili do thot të fundos. Ashtu mund të përkthehet që nën kupton se me të vërtetë besimtari i cili e aplikon do thot këtë formë do thot të betimit të rrajshëm e fundos në mëkate besimtarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon se nga mëkatet e mëdha që Allahu i lartësuar edhe që e radhit me shirkun edhe me ndalesa tjera është edhe betimi i rrajshëm, që njeriu do thotë të betohet në një gjë duke qenë i bindur se ajo është gënjeshtër. Prandaj do thotë porosis të gjithë shikuesit e juaj që të kenë kujdes nga kjo praktikë. Posaçërisht do thotë fatkeqësisht do thotë shumë tregtar e kanë të theksuar këtë praktikë që në shitblerjet e tyre do thot ashiqare do thot gënjen edhe betohet në atë gënjeshtër. Kjo është domosdoshmë një praktikë shumë e urrëtur edhe konsiderohet nga mëkatet e mëdha. Prandaj e porosis fillimisht do thot këtë grua që të pendohet tek Allahu i lartësuar edhe të kërkojë do thot falje për këtë mëkat të cilën e ka bë. Për arsye se jo që i ka hyrë në hak burrit të saj me këtë gënjeshtër, po ai fillimisht i ka hyrë në hak edhe Zotit të madhruar për arsye se ka bën këtë mëkat të madh. Kurse për sa i përket përmirësimit të këtij betimi, themi se e para ishte kërkimi i faljes, e dyta gjithashtu edhe me burrin duhet ta përmirësoj këtë mëkat. Nuk e kam parasysh shkakun e detyrimit të saj do thot me bë këtë betim, mirë po nëse ka qenë situata që burri ka qenë shumë nervoz dhe është frigu mos po bën do thot ndonjë manifestim jo të mirë, qoftë do thot që të eskalohet situata edhe për me të kalu atë hidhrim e ka bë këtë gënjeshtër edhe tash është hesht situata edhe burri është qetësuar, atëherë unë mendoj se më e drejtë është që ti tregohet situata drejt edhe të mundohet do thot edhe nëse rikthehet ai hidhrimi, besoj që me një sinqeritet do thot të gruas mund të pushohet do thot kjo situatë edhe të përmirësohet. Mirë, po nëse është ndonjë situatë tjetër më e rëndë, mund të krijojë do thot armiqësi të mëdha, atëra Allahu e di më së miri. Ndoshta është më e drejtë që të heshtet kjo situatë edhe të lihet ashtu, por gjithsesi mos jetë do thot diçka që me të cilën do thot i është hyrë në hak burrit apo i është marrë një pasuri pa të drejtë atij e kështu me radhë. Zoti e di më së miri.